Pritet të nis nga momentin në moment parada e shqiptarëve të New Yorkut, eventi më i rëndësishëm i shqiptarëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe eventi më i rëndësishëm i shqiptarëve në botë. Bëhet fjalë për një paradë e cila është në herën e saj ose në vitin e saj të 16, është kësaj herë në Central Park West dhe 81 rrugë për 10 rrugë. Shqiptarët do të ecin nga ky drejtim deri në drejtimin tjetër, ku në 72 rrugë është vendosur skena ku do të qëndrojnë për rreth 5 orë për të festuar, pra atë që quhet dita e shqiptarëve. Nëse do ta ndiqni me vëmendje, të parët janë policia e New Yorkut me kuaj, vjen policia e New Yorkut me motor, është banda e policisë së New Yorkut, më pas vjen shoqata e policëve të New Yorkut Iliria, e cila është në këtë drejtim, menjëherë pas tyre vjen një pjesë e madhe e përfaqësuesve të shoqatave shqiptare që marrin pjesë në paradë. Marshalli i madh i paradës këtë vit është Sall Rusi, një prej biznesmenëve të njohur. Parada organizohet nga rrënjët shqiptare të Marko Kepit. Është në këtë drejtim vetëm njëri nga grupet e paradës, ndërkohë për 3 rrugë rresht, pra për 3 rrugë paralele, janë shumë prej shoqatave që do të marrin pjesë. Rreth e rrotull ka shqiptarë cilët do të ndjekin paradën gjatë gjithë rrugës, pra gjatë 10 rrugëve në këtë drejtim. Thash, është eventi më i madh i shqiptarëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht është një event i cili në 2 vitet e fundit është vendosur dhe në Tiranë me 28 nëntor me përfaqësues nga të gjitha shtetet trojet shqiptare. Po të vini re, edhe policia e New Yorkut ka flamurin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe atë të Shqipërisë me Albanian Roots, rrënjët shqiptare. Parada më e rëndësishme e shqiptarëve në zonën e New Yorkut. Apo ka nisur parada e shqiptarëve të New Yorkut, e cila është parada më e madhe dhe më e rëndësishme e shqiptarëve të SBA-s dhe një nga paradat më të rëndësishme të shqiptarëve në botë. Në fakt, jo vetëm një paradë, por është eventi më i rëndësishëm i shqiptarëve në botë. Do qëndrojnë në një anë për t'ju treguar pjesën, ecet 10 rrugë nga ky drejtim deri në pjesën përballë, ku po shihni policinë me kuaj, makinën, motorin e policisë, ndërkohë që për herë të parë në parada prihet nga kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams. Po vendosëm të cep këtu që t'ju bëj një përshkrim më të plot paradës. Shihni, vendosu aty. Pra, jam në një nga zonat shumë të njohura, sepse në një nga këto, në godinën atje sipër, ka ndodhur vrasja e John Lennonit në vitin 1980, mos gaboj. Ndërkohë, pjesa e parë është banda e policisë së New Yorkut, e cila hap paradën, janë me flamuaj shqiptar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, qytetit New Yorkut, e policisë. Pra është banda e policisë New Yorkut. Janë flamur mbajtësit, të cilët kanë të 4 flamujt. Më pas vin makinat e kryetarit të Bashkisë New Yorkut, Eric Adams, i cili sot ka dhënë dhe një mëngjes pune për përfaqësuesit e komunitetit shqiptar. Adams është në mes vet, i shoqëruar nga 3 përfaqësues policisë New Yorkut. Është i veshur me bluzën e bardhë ku shkruhet Mayor i New Yorkut, pra është në ecje. Është vetë kryetari i Bashkisë New Yorkut që i prin paradës, është hera e parë që kryetari i Bashkisë ecën vetë në paradë. Ndërkohë, me herë pas ti vjen një staf shqiptar i kryetarit të Bashkisë, që është në këtë drejtim, janë stafi shqiptar i kryetarit të Bashkisë së New Yorkut, që e ndjekin atë mbrapa. Më pas vjen shoqata Iliria e
e policëve shqiptar në New York. Pra janë pjesë e policisë New Yorkut, por dhe gjitha ata me prejardhje shqiptare janë riorganizuar së bashku. Shiheni? Si jeni? Mirë. Pra është pjesa e policisë. Është pjesa e policisë që po ecën, jam transmetim live, të lutem. Është pjesa e policisë që po ecën, faleminderit. Dhe mejer pas tyre vjen sërish shoqata, pra është Port Authority Police, shoqata Iliria New Yorkut, jo e departamentit policisë New Yorkut, pra jo e New York Police Department, po e Port Authority Police, të cilët vinë dhe mbas tyre vjen banda e qytetit të New Yorkut, Port Authority. Do mundohem t'ju tregoj motoristët se janë pjesa më interesante dhe vijon një radhë kilometrike në këtë drejtim me shqiptar të organizuar në për shoqata. Pra këta janë pjesa shqiptare, shoqata Iliria e Port Authority Police, së bashku me flamurmbajtësit e tyre, pra kanë dhe flamujt e trupës policore që ata kanë. Brapa atyre vjen banda e New Yorkut e policisë, e cila është e veshur me veshje skoceze tipike, shihni, edhe me gajdet e famshme, pjesa e gajdeve. Ndërkohë përballë po afrohen motoristët. Përshëndetje. Pjesa e motoristëve është, do hipin një nga motorët, edhe fëmijët. Po, vetëm se jam transmetim. Si du? Mirë, ja se po vi. Ja po nisem me Tipi. Erdha. Tipi. Ipa tani me pjesën e motoristëve, ndërkohë çfarë motoristësh jeni? Albanian Nights. Shiheni, çfarë motori është ky? Harley, me një Harley të madh, gjithë janë Albanian Nights mrapa, me flamuj, mbas tyre vjen pjesa tjetër e përfaqësuesve të komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është parada e parë krejtësisht shqiptare dhe e 16 në radhë. Pra po të vini re, motorët janë duke ikur. Kamera mund ta ndjek vetë. Kamera mund ta ndjek vetë tani atë që është duke ndodhur. Venin mbrapa gjithë pjesën e motoristëve. Eci nga pusoti. Edi e paske më të mirë motorin se makinën.
pjesa e fundit ku duhet të mblidhesh. Shojmë ndërkohë po aplodave plota Albania Rut dhe shoqatave të tjera. Sa i bukur që duket New Yorku sot. Sot është dita më e mrekullueshme për ne shqiptarët që jetojmë në Shtetet e Bashkuara. Faleminderit shumë. Faleminderit ti. Po. Pjesa tjetër është pjesa Albania Roots. Është pjesa shumë faleminderit. Si e? Mirë e qenë. Mirë. Ti? Si shkon? Familja? Makinën e pas këtë zitë s'fare. Si për Shqipëri, ku qëzi? Kjo është makina më e bukur e paradës. Është makina më e bukur e paradës. 1924 ishte apo jo? 29. E 1929-ës më pas vinë të gjithë përfaqësuesit e komunitetit të ndarë në grupe, parada e shqiptarëve të New Yorkut, parada e shqiptarëve të New Yorkut